shkurta është gjithnjë e më e acaruar dhe duket se nuk mund të mbajë më kontrollin. Me çdo fjalë që Alba dhe Benita thonë, zemërimi i saj shtohet dhe ajo fillon të ndihet më e ndjeshme ndaj çdo ngacmimi. Ajo i kërcënon me forcë dhe u thot se nëse vazhdojnë t'i trajtojnë kështu, ajo nuk do t'i tolerojë më. Fytyra e saj është e kuqe nga nervozizmi dhe mund të shikohet se ajo është përpjekur shumë të mbajë kontrollin, por tani duket se po shpërthen. Në këtë moment, shkurta bëhet gjithnjë e më agresive dhe e drejton vëmendjen tek Benita dhe Alba, duke i paralajmëruar se po i shtyjnë shumë dhe se do ta pësojnë nëse vazhdojnë të sillen kështu. Ajo thotë që do t'i kapi për flokësh dhe do t'ua bëjë të pamundur të shijojnë më shumë këto lojra të tyre. I gjithë ky tension është shumë i fortë dhe të dyja ata ndjehen të vënë në një pozitë ku nuk mund të reagojnë pa shkaktuar një konfrontim të mëtejshëm. Shkurta e di që ky është një moment shumë kritik për të dhe ndonë se nuk do të donte të arrinte deri këtu, thjesht ka arritur kufirin e saj. Sipas saj, kjo është më shumë se një lojë, është një pyetje e dinjitetit. Fjalët dhe shikimet që i janë drejtuar asaj janë më shumë se sa mund të durojë. Ndërsa ata përpiqen të përgjigjen, duket se shkurta po bëhet gjithnjë e më e vendosur dhe as që i intereson më se si do të reagojnë të tjerët. Ajo është e gatshme të marrë çdo pasojë, sepse e di që ka arritur në pikën e saj të thyrjes. Tensioni është i dukshëm dhe duket se çdo moment mund të shpërthejë në një debat të ashpër ose diçka edhe më të keqe.